dashur kanaldale, kështu të erdhëm edhe të dita e Bajramit. Sot ishte kënaqësi pra të jemi të zgjuar në momentet kur muaji i shehtë i Ramazanit ka dalë edhe përfundoi me kënaqësi. Dhe të gjithë ata që kanë agjëruar normal, Zoti ju bof kabull, edhe të gjithë ata që kanë festu urime. Sonte e përmbyllim edhe projektin e Ramazanit me musafir, ku kemi pas përplot këtë Ramazan, edhe normal që i takon fundi ta përmbyllim për Bajram me dy njerëzit që kanë të bëjnë domethënë shumë me organizimin e këtë muajit të shehtë Ramazanit, po të njëjtën kohë edhe musafirëve që kanë qenë në Norvegji, duke i thonë mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Pra, në këtë atmosferë festive, kemi kënaqësinë të kemi në studio dy mysafirë tonë të nderuar, Efendi Berat Ashani, mirë se erdhët, pra imami i qendrës islamike udhëtor shqiptar në Norvegji, dhe kryetarin Fatmir Shabani të qendrës tonë, pra qendra islamike udhëtor shqiptar në Norvegji. Mirë se erdhët edhe ju, kryetar. Pra së bashku sonte do ndajmë reflektime mbi këtë muaj të shenjtë, do të flasim për aktivitetet e zhvilluara në muajin që e kaluam, dhe do të përcjellim mesazhe të rëndësishme për të gjithë komunitetin tonë pra këtu në Norvegji dhe kudo që i kemi shqiptarët musliman dhe muslimanët në tërë botën, të cilët edhe kanë kremtuar sot festën e Fitër Bajramit. Atëherë pra alush pa humbur kohë, na fillojmë me pyetjet e para, duke ja parashtruar edhe hoxhës Berat. Sot është pra dita e Bajramit, dita e parë e Fitër Bajramit. Si e përjetoni këtë ditë të veçantë larg vendlinjës këtu në Norvegji? Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht falenderojmë Zotin, shëndetjet t'i dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam, familjes dhe pasuesve të tij deri në ditën e fundit. Falenderit për ftesën, Zotri me tosh, Zotri alosh. Shfrytëzojmë rastin të fillimisht u aurojmë të gjithë besimtarëve musliman festën e madhe të Fitër Bajramit, duke lutur Zotin Gjelle Shanuhu që kjo festë të sjell gëzim dhe harmoni tek familjet e tyre. Gjithashtu e lutem Zotin Gjelle Shanuhu që agjerimin që kemi bërë në muajin Ramazan, adhurimet, ibadetet, të na pranoj. Sa i përket pyetjes se si e kemi përjetuar festën e Fitër Bajramit këtu larg familjes, larg të afërmve, tashmë është bërë diçka e zakonshme që të qëllojmë larg familjes dhe të afërmve. Mirë po, zakonisht me njëherë dëgjohemi me ta, dëgjohemi me familjarët dhe urojmë. Si keni përjetuar më gjatë muajit të Ramazanit me xhamato, me musafirin që keni pas ndihmës? Ka qenë muaj intenziv me lëvizje të mëdha në qendër, ka pas lëvizje vazhdimisht në qendër. Hoxh, pashtu i nderuar Fatmir Shabani, ju e keni pas një përgjegjësi për gjithë këto organizime që janë bërë aktivitete, domethënë si kaloi kjo, ishte e mundishme, ishte e lodhshme, pasi që a dashte edhe t'ju sigurohet transporti, banimi musafirëve gjatë ndjes në këtë shtet ku jemi ne këtu edhe me qendrën islamike udhëtorore, duke e marrë parasysh edhe ka një grup edhe një antarësim, po gjatë një numër të madh antarëve, besoj që ajo ka përkupuar ndoshta më shumë atë punën e juve. Na tregoni pak si shkoi gjithçka kjo, edhe çka mendoni që met pak mangët pa u bë? Për kësparin e herë falenderojmë Zotin, krijuesin e gjithësisë. Gjithashtu shfrytëzoj rastin që mes zërit të radios suaj, të gjithë besimtarëve musliman kudo që janë, t'ua uroj këtë festë të Fitër Bajramit me shpresë, duke lutur Zotin e Madhërisëm që të gjithëve dua pranoj agjerimin, dua dhe të gjithë lutjet që i kanë bërë gjatë këtij muaji të shenjtë. Me të vërtet është hera viti i ditë që i kemi këto lloj aktivitete, duke u munduar që ta bëjmë pak më interesant ose pak më tërheqëse edhe për antarët, për xhamatin, duke ditur se jemi me një vend ku nuk dëgjohet ezan jashtë,
nuk ka shumë lëvizje si në vendlindje, ku në çdo rrugë, në çdo vend shihet atmosfera e Ramazanit. Me të vërtetë është një bar e rëndë, për i falenderoj edhe antar tjerë të krijesisë, bashkë edhe imamin e qendrës Dr. Beratin, për ndihmën se vetë nuk mund arrije se është një bar e rëndë. Mirë po edhe pse krijesia ma ka lënë përsipër mu t'i krijej këto aktivitete. Këtë vit me të vërtetë kemi pas shumë aktivitete, edhe falenderojna Zotit që na ka ndihmu edhe çdo plan që e kemi pas, ndoshta jo 100%, po 99% e kemi kri dhe kemi dalë me sukses. Ditët e para ishte edhe një kënaqësi e veçantë se me një grup dikun prej 54 vetave, 5 ditët e para të Ramazanit i filluam në Mekë në bekuar. Ndoshta edhe kjo ishte një fuqi që na dha pas kthimit që të vazhdojmë me aktivitete ashtu si e vazhdoam. Grupi ka qenë prej 54 personave, kemi pas fëmijë dikundi te 14 fëmijë në moshën 18 vjeçare, edhe pjesa tjetër kanë burra dhe gra, dhe falë Zotit kemi kalu shumë mirë. Pas kthimit, pas ditën e 5 të Ramazanit, se atje një ditë para e filluam Ramazanit, atje filluam me 18 shkurt, kurse këtu kemi filluar me 19 shkurt. Javën e parë nuk kemi pas ndonjë aktivitet, shkak se na kapi atje, siç thash, në Mekë, po javën e ditë filluam drejt me misafir, e patëm misafir hoxh nga Kosova, Recep Bitiqin, e patëm për ditë xumaje, edhe ditën e shtunë e kemi pas këtu. Pastaj aktiviteti tjetër ka qenë edhe si zakonisht që kemi edhe tradit organizimin e iftareve të përbashkëta për gjithë antarët. E shfryzuam rastin gjatë misafirit që patëm javën e parë, gratë organizuan iftarin e parë për bashkët, ku këtë vit pak edhe mi habitur të gjithë, se pjesëmarrja ka qenë tepër madhe, dikun 430 persona janë paraqitur, edhe si zakonisht ne paraqiten 2 persona, ndoshta e merr edhe një fëmijë me vetë ose dikon, edhe numri shtohet, po mirë, ushqimi ka qenë i bollshëm, kemi porositur më shumë se 450-460 dhe çdo gjë ka shkuar në rregull. Gjithçka është servuar domethënë këtu në objektet e xhamisë. Çdo gjë është servuar këtu nga sektori i motrës muslimane, edhe ato me të vërtet bëjnë një aktivitet tepër të madh, që është për të marrë shembull dhe për të marrë lakmi. Unë çdo herë gjatë takimeve ose mbledhjeve që kemi, u acek i se me të vërtet në qoftë se ne afrohemi një përqindje të atine, ne do kishim qenë edhe shumë më mirë, po elhamdulillah Zotit edhe ato janë pjesë e jona. Po pra, ndoshta ne do të shikon nevoja ti kishim pas mysafirë ndonjë edhe për aty ne për shkak se ata do ta finalizojnë me edhe me një organizim goxha të mirëfillt, duke i ftu fëmijët deri në moshën 12 vjeçare ditën e diel, domethënë për ta këntu festën e Bayramit me dhurata, me gjerosjen e ftyrave, domethënë gjerosja sikurse është ta ditë tani për festat e Bayramit. Këtë ka çdo vit, njëjtë mund ta cekim si aktivitete patën njëjtë për fëmijët para se të fillojë Ramazani. E njëjta gjë ka qenë këtu në lokali i qendrës, po kanë shpërndar me dhurata, me kështu me xhirosje, me këtë mënyrë, ka qenë një organizim fantastik ka qenë. Një ditë para se me organizu iftarin ka qenë dita e shtunë, gratë njëjtë edhe kanë marrë edhe një iniciativë shumë të mirë, që i kanë tubu disa motra muslimane në Shien, edhe atje e kemi organizu ne iftarin, edhe lokalin, edhe çdo gjë, edhe këto kanë shku një grup prej 5-6 motrave tona, që kanë shku atje, edhe i kanë tubu antarët tanë atje, ka pas edhe një ligjerat nga teologja Ermize, edhe me të vërtet ka qenë shumë edhe kjo një aktivitet i mirë, se u kemi borç edhe antarëve tjerë. Mundona edhe jashtë Oslos, jo vetëm këtu në Oslo. Pastaj aktiviteti kryesor i radhës ka qenë me, si zakonisht që kemi iftari i përbashkët dhe tribuna kryesore, ku kemi pas në derin si vjeta kemi misafir profesor doktor Musa Musain, e kemi pas njët edhe ju misafir këtu në radio, edhe atë natë kemi pas numri dikund afër 400 persona për iftar për bashkët, edhe atë natë ka qenë diçka fantastike, ka qenë organizimi mirë, gjithë antarët, xhamati kanë dalë i kënaqur, se edhe ajo është se ne si zakonisht i presim
lëvdatat jo, po dëni ankesë ose dëni kritik jemi të hapur se njeri edhe prej gabimeve mëson. Edhe në këtë drejtim jemi shumë të hapur. Pastaj kemi pas edhe aktivitet tjetër ku jenë paraqit si zakonisht vinë misafir për të na vizituar nga bashkësitë fetare islam nga Republika e Kosovës dhe nga Republika e Maqedonisë së Veriut, ku javë më pare patëm nga Republika e Kosovës e patëm dekanin e Fakultetit Studimeve Islame në Prishtinë, dhe javën e fundit e patëm misafir drejtorin e diasporës pranë bashkësisë fetare islame të Republikës Maqedonisë së Veriut, ku e patëm namaz xumaz dhe namaz teravih. Gjithashtu tërë aktivitetet ka qenë edhe rinin, duke mos anashkaluar rinin, ku edhe atini u kemi mundësu një iftar vetëm për rinin. Edhe kjo ka qenë me të vërtet diçka këtë vit një dallim për viteve tjera se është shtu edhe numri i xhamatlinjve, thot për namazet të teravih, edhe viteve tjera për mirë si vjet është dallu, këtë mund të vërtetoj edhe vetë imami, që ka qenë çdo gjë, ajo ka qenë një gjë pozitive edhe për ne, po edhe për antarët, se me të vërtet është një angazhim tepër i madh, se duhet misafiri kur e bjen duhet me ja plotësu disa kushe se është Ramazan. Me qenë jashtë Ramazanit, është shumë kollaj del dikundi ja jep një drek, një darkë ose ndërsa gjatë Ramazanit duhet të jesh pak më i përpikt gjatë përgatitjes ose sigurimin e sifirit, të iftarit, fjetjes, pushimit e gjitha këto. Po kur e bën një punë me nijet të pastër dhe me nijet të mirë, dimon i madh i Zot i hap krejt rrugët. Unë thash nga ana ime si vjet jam tepër i kënaqur, si me misafirët, si me xhamatin, si me hoxhallarët me hoxhën Berat dhe njëjtë edhe misafirit, ndihmësin e hoxhës që e patëm hoxhën Bejan, ka qenë diçka fantastike që thash nuk kom pas dëni ankesë ose dëni pakënaqësi nga xhamatët. Vetëm duke thënë se shumë mirë dhe vazhdoni në këtë mënyrë. Edhe tjetër që është aktiviteti i radhës ku e cekët edhe ju me tush, se do jese ditën e diell, aktivitet për fëmijët, ku deri tash sa jemi informuar, diku numri ka arrit deri te 150 fëmijë, ku aty do kese lojra, vizatime, kana, dhurata, gjithë dhurata të ndryshme, jo 1, 2, 3, por do kese edhe më shumë, kështu që do jese një atmosferë festive ashtu siç ja vlen, dhe ndoshta edhe pa lejen e sektorit motrës muslimane, javën e ardhshme ndoshta edhe ato da kenë një aktivitet për motrat muslimane, se edhe ato e meritojnë, se me të vërtet këtë vit ka qenë edhe një aktivitet tepër i madh edhe nga sektori motrës muslimane, ku ka pas prej disave tash kërkesa se nuk na merr ajo pjesa e grave ku është te ndamet të xhamia, kështu që duhet me bëu diçka për vitet e ardhshme. Nëse vazhdon kështu, duhet se me të vërtet numri ka qenë i madh edhe i grave, duke Taravive. Gjatë Taravive. Që kanë qenë prezente dhe gjinja femore dhe gratë kanë gjatë Taravive është edhe hapet edhe për grave, po ka qenë edhe një pozitive ku duhet edhe me i falenderoj gjithë ato motra që nuk kanë lënë natë pa mos jellë një ushqim, një ëmbëlsirë, diçka, ku edhe neve burave nuk na kanë lënë anash, po me siguri edhe ju keni qenë prezent ditave xumaja, edhe juve vu kanë ofruar diçka që me të vërtet duhet t'i falenderoj për zemërsisht gjithë ata që ka jenë në kryesi, po e gjithë sektorin e motrës muslimane dhe gjithë antarët e kryesisë, dhasht Zoti dhe vazhdojmë në këtë mënyrë kështu si që kemi qenë këtë vit. Po, besoj që e ke përmbyll shumë mirë hoxhi nderuam këtë dhe kryetari i qendrës gjithë këtë aktivitet të ditëve që i lam tashmë për këtë vit e përfundum dhe hoxha do të tregon se sa kem përfituar na. Çka është kënaqësia, mirësia e këtyre ditëve të Ramazanit që më sapo e përfundum edhe po mbyllim me ditën e parë tash të Fitër Bajramit. Po zotëri me tosh, muaji Ramazan na vjen një herë në vit. Ashtu Zoti Gjellëshanu e ka dallu, e ka veçu, do me thonë muajin Ramazan me ato ngjarjet e mëdha, me ato ndodhit e mëdha që ka ndodhë në muajin Ramazan, duke fillu prej fitores të Bedrit e me pas zbritja e Kur'anit në muajin Ramazan. Ato gjanat, ajo atmosfera që ka krijohet në muajin Ramazan, gjë që nuk asesi nuk mund ta përjetojmë në muajt e tjerë, do me thonë të vitit.
Gjatë muajit Ramazan besimtarët musliman janë më afër, janë më pranë njëri tjetrit. Të gjithë domethënë duke qenë agjërushëm, duke e kryer këtë obligim ndaj Zotit me përkushtim, namazi i teravive që është çdo mbrëmje, ligjëratat islame, iftaret, e gjitha këto domethënë krijojnë një atmosferë që vërtet nuk e përjetojmë në muajt e tjerë të vitit. Dhe kjo sjell ngrohtësi, kjo sjell afërsi mes besimtarëve musliman. Si do të jetë mundësia për ta forcuar besimin më tej edhe me unitet, me këtë bashkimin që e cek edhe vetë, Po, të jemi edhe më solidar ndoshta, për Ashtu, shkak se neve ashtu. na kujton ky muaj ne sakrifikojmë ndoshta shumë, është. por kemi edhe nga ata që vuajnë, për shembull që ndoshta nuk kanë edhe një kafshat për ta shtruar në sofrat e tyre të iftarit. Ashtu, e vërtet, domethënë muaji Ramazan na bën më të devotshëm. Muaji Ramazan na bën njerëz më të mirë. Gjatë muajit Ramazan, ashtu që si na ka mësuar dhe pejgamberi alayhis salam që ai ka qenë njeriu më i mirë po gjatë muajit Ramazan si e kanë përshkruar të tjerët ka qenë edhe më i mirë, ka qenë edhe më bujar. Dhe kjo domethënë ndikon tek çdo besimtar musliman dhe jo rastësisht Zoti pra e ka bërë obligim agjerimin e muajit Ramazan. Që njeriu të merr mësim dhe këto mësime të i vazhdoj edhe pas muajit Ramazan, atë ngrohtësinë, atë mirësjelljen, atë dhënien e sadakas lëmoshës që besimtarët musliman e japin gjatë muajit Ramazan bëhet mësim për ta që ta vazhdojnë këtë edhe gjatë muajve të tjerë të vitit. Po. Po lidhëm pak tash te ajo pjesa e Bajramit, Fitr Bajramit, edhe se ne e dim që tash jo krejt e kuptojnë, domethënë edhe fen, po edhe festan edhe këto. Na e quajmë ndoshta vetëm muslimane, i kemi emrat e ato, mirë po ndoshta edhe nuk e dim, se ne gjithmonë thojmë që duhet mësohemi, sa ma ne jemi musliman tri jemi. Ja disa 100 vjet jemi në këtë. Tash është problemi për shembull se Fitr Bajrami, sadakaja, ç'a është Fitr, ç'a i bën kjo që ti mësojmë edhe tjerë për shembull. Po Fitr Bajrami, domethënë vjen pas një muaj i agjerim, pas muajit Ramazan. Domethënë, këtë Bajram, këtë fest, domethënë e karakterizon edhe dhënia e fitrave. Ky obligim që besimtarët musliman e kryejnë gjatë netëve të fundit të muajit Ramazan. Dhe që ka kohë, domethënë, kryerja e këtij obligimi deri në faljen e Bajramit. Edhe për këtë e ka marrë edhe emrin. Ka se karakterizohet domethënë dhënia e lëmoshës, një sadakaje të caktuar për çdo antar të familjes. Burr apo grua, i madh apo i vogël, djalë apo vajzë. Do thonë, ashtu siç është praktikuar në kohën e pejgamberit alayhis salam dhe gjeneratave pas tyre, që në atë kohë e kanë dhënë me ushqime të ndryshme. Ushqime të caktuara, grur, miell, rushi terror, hurma, këto janë disa nga ushqimet me të cilat ata e kanë kryer këtë obligim, u kanë dhënë të varfër. Ndërsa në kohën e sotit praktikohet dhënia me shumë të caktuar parash për çdo antar të familjes. Ta pyesim Hoxhën Fatmir tash, kryetarin e qendrës. Besoj që me këtë kohën bashkëkohore puna e dhënies domthonë para e keni pas mundësinë ju tash kushtet me pas më të volitshme. Me i asaj parës cash, domethënë janë kanë vipsi, ka pas mundësi tjetër për faqeve të internetit, edhe besoj që ju ka dhënë mundësia çdo secilit ta japë edhe vitin edhe zakatin, domethënë edhe tash ne dim se Hoxha gjithmonë edhe bën këtë paralajmërim para se të fillojë domthonë falja e namazit për Bajramit që ta paguajnë fitën ato që kanë me dhënë, ose jo tani llogaritë diçka tjetër, a është ashtu apo? Jo si zakonisht edhe viteve tjera, po siç e dim gjithë edhe ju, Norvegjia shkon në atë sistem që ta hupe me një fjalë cashin, të shkojë çdo gjë mes bankës. Edhe ne si zakonisht i mbledhëm shumicën, do thonë një 90-95% shkon krejt mes vipsit,
edhe mes bankës, shumë një shpazhje llogarisë edhe shumë e vogël që e sjellin kontant, thonë kesh këtu, ka edhe fitra, ka edhe zeqat, po është një shumë e vogël, po edhe ato ne detyrojnë që patjetër të shtim edhe ato në bankë për të transferuar në vendlindje. Po do të ta pyes, do të shpytje bile, a din kuna i dedikohen këto? Kuna analitet ja ka dedikuar kësaj radhe qendra jonë? Di se shpërndan çdo vit në bazë të kërkesave apo edhe mundësi se ku është më e nevojshme. Po, aty e vendosën kryesia bashkë, mbledhjen e fundit e kemi vendosur edhe si zakonisht shkojmë në atë bazë se ku i takojnë vitrat dhe zeqati, siç e ka thënë edhe Allahu xhaleshanu hun Kur'an ato 8 kategoritë, po ne si i ndajmë në bashkësitë islame, nuk ja nashkallojmë, edhe pse jemi larg, po mirë rrajt i kemi pjagje edhe çdo herë kemi bashkëpunimin e mirë, si me bashkësinë e Kosovës, bashkësinë fetare të Maqedonisë edhe të Shqipërisë. Këto 3 vendet, para e kemi mundu t'i dërgojmë edhe në Preshevë, po atje kemi disa probleme dhe kështu banka 2-3 herë ne ka kthyer përsëri, edhe kemi ndalë që mos u bëjmë edhe atje probleme, po mos kemi edhe ne probleme këtu po si qendër. Edhe tjerat i kemi disa shoqata që kemi bashkëpunim që disa vite, edhe me ato edhe e dim se ku është shpërndajnë, si është shpërndajnë, edhe për çdo gjë në fund na dërgojnë një raport se ku dhe si i kanë shpërndajt. Edhe jenë pastër edhe para neve, para qendrës, po edhe ne ato i kemi të patjetërsueshme t'i paraqesim në shtet kur vjen fund viti për raportim. Neve gjatë muajit të Ramazanit, po kthejmë, tash po shkojmë pak zigzag, po fillojmë te Bajrami, kthejmë pak te Ramazan. Gjatë muajit të Ramazanit kemi pas edhe mësim, në shkollat tona, keni qenë aktive edhe ju bashkë me grupin e mësuesve të besimit, për ata gjuhë shqipe, edhe kem pas disa për shembull pyetje edhe nga ata jo kritika, por kanë thënë ndoshta është pas mirë mos të mbajmë mësim vitin e ardhshëm për shkak se është ngarkesë, domethënë jo teraviat ditën më parë ose të nesër deri të fillohet mësimi, edhe nuk e kemi disa ka mund të përfitojmë nga ajo. Kemi pas edhe unë kum pas ashtu kërkesë, po e din para 3 viteve e kemi filluar që për Ramazan. Deri para 3 viteve çdo herë para Ramazan u kemi dhënë pushim, po duke menduar të ajo që mos i ndërpresim fëmijët një kohë se i vjen dikundi edhe me festën e Fitr Bajramit, afër 5 javë e me i largu 5 javë edhe me fillu javën e 6, mjaftueshëm e kemi ne vetëm një herë në javë, tash me vazhdim ndërprer datë dhe kemi munduar që ta vazhdojmë këtë mënyrë, po mirë unë prapë jam i kënaqur se nuk është kanë edhe numri edhe aq i dobët, se kjo është pas mbas mundësisë. Ke mundësi e sjell fëmijën, nuk ke mundësi, vetëm ai që është interesuar mos me hub një ditë mësimi, është mirë ta vazhdon, po ndoshta për vitin tjetër dhe jemi në bashkëpunim me arsimtarët e gjuhës shqipe, mësim besimit, me juve si koordinator, edhe ndoshta e marrëm një vendim të përbashkët, kjo është mendimi im që mos mund dal vazhdoj, po si e përdorim si zakonisht shumica fiton, edhe mbas shumicës e vazhdojmë. Po ju ishe sot në atë skenën domethënë të xhamisë për ta pa çdo cep, çdo kant, e ke pas për plot. Si tu duk domethënë vetja sot para xhamatit nga vitet e kaluara, ke pas në atë nga ato thonjet e tua ke përmend shumë rinin, fëmijët. Ke pas ma shumë fëmijë, apo se ne ke mo disa foto, po ndoshta edhe kanë herë priknet moj vetë, s'po mujmë i vrejt fëmijët aty, ti ke pa ma mirë, edhe prej hutbes edhe prej poshtë. Je ma i kënaqur kur i shet rrit në xhami edhe rinin edhe ato ma të vegjël? Është e vërtet, dita e Bajramit është e veçantë. Në qendër besoj që edhe çdo kohë tjetër nëpër xhami, nëpër qendra. Bajrami bashkon gjithë, mëdhajt, vegjlit, fëmijët, është kënaqësi, sot vërtet ka qenë domethënë numër i madh i trive dhe i fëmijëve pjesëmarrës në këtë manifestim të festës së Fitr Bajramit, por nuk duhet harruar, falendëruar edhe kryesinë e qendrës që ka organizuar dhënien e dhuratave për të gjithë fëmijët, kanë qenë mbi 200 dhurata. Dhe të gjitha ato u shpërndan, dhe kjo tregon për numrin e madh të fëmijëve që kanë qenë pjesëmarrës. Nga vërsiat kanë shiu edhe të rriturit, domethënë nuk kanë qenë vetëm pse fëmijët që kanë marrë dhurata, dhe më ka pas për gjithë këto. Edhe kati i dytë ka qenë për plot. Ne harrum ta se kemi fillim e keni pas edhe një ndim, se keni pas Fadilin, Hoxhën Fadil, që kanë ndihmuar gjatë teravisë dhe pashtu. Në namazin e teravive me muezin lëg dhe me
ndonjëherë edhe me faljen e Po. rekateve të caktuara të namazit të teravihve. Ne kemi pasur mysafir, se a di unë përveç profesorit Musa Musai ishte në prezencën e iftarit, ai nuk e din të gjuhën tonë, edhe ndoshta edhe harrova të pyes mos e kush ishte ai prezant aty. Ishte një prej. Po. Kemi pas se thiri u kemi quajtur edhe shumë si ambasadorin që kemi pas të Republikës Maqedonisë Veriut, njëjtë edhe gratë e kanë pas misafir ambasadorin e Republikës së Kosovës, edhe diplomatë, po. Thash gratë kanë pas më shumë misafir, po ne i kemi thirrë edhe këto të Muslims Dialog Networkit dhe një përfaqësuesi atine ka qenë prezent aty. Njëjtë duhet se në fillim edhe në harruam me cek se për këtë vit veç Hoxhës Berat edhe zëvendësin që ka qenë Hoxha Bejan, e kemi pas pak të angazhuar edhe Hoxhën Fadil Mustafa, që me të vërtetë e ka zbukuru edhe ai, edhe njëjtë e kemi edhe një antar të kryesisë, edhe një antar që i madh i Zot ka disa dhuntia ku ja jep atij Nurimanit, bëhet fjalë për Nuriman Zekirin, i madh i Zot ja ka dhënë një zë që është gjunat dashor në njerë në xhami edhe mos ja hapësh mikrofonin ta nxjerrish përpara. Thash se kjo është dhunti shpirtërisht zoti tina. Po, edhe me të vërtetë ka qenë thash unë në fillim ka qenë i Ramazan i veçantë këtë vit. Inshallah lutim Zotin të na ndihmojë dhe na japë forcë edhe viteve tjera ndoshta kështu, inshallah. Po ndoshta edhe dëni ndryshime dhe më mirë të mundohen a diçka me bë. Po kjo është ajo që çdo sen që fillon e ka dalë dolje dhe mbaron. Edhe normal që vazhdon jeta edhe vinë aktivitetet tjera. Jemi tash në aktivitetin tjetër dillën e përmendët për fëmijë prej orës 1 deri në orën 4 dhe masdite. Por aktivitetin tjetër me siguri është javën tjetër ku ta shym në sezonën e sportit, të futbollit në kvalifikimet play-off këtu në qendër që do të organizohet shikimi i Shqipërisë edhe Kosovës në ndeshjet, duni mu ta vizitoni faqen e Qikshit edhe e shihni aty kur është takimi, kur është mbledhja për ta shiqu, edhe kështu që nuk u kry Bajrami edhe Ramazani, po tash vazhdojnë aktivitetet tjera. Po, aktivitetet kjo ishte inshallah vazhdojmë me këtë hofi, jo, po ndoshta mos bijmë ndër 50%, po do vazhdojmë aty diku. Siç e thënë me fëmijëve, vazhdojnë edhe gratë, po inshallah edhe mujve tjera me misafir nga vendlindja për ditave xhuma, ndoshta tribuna jo, po në misafir ta bësh një xhuma, edhe ajo është një pozitive. Njëjtë harova me cek edhe një ndryshim që e bëm, kemi pas edhe viteve tjera, po edhe si vjet, e patëm edhe një ndrim të imamëve, ku imam i qendrës tonë Hoxha Berat ishte misafir të bashkësia fetare kulturore në Dramen dhe imami i Dramenit Hoxha Faton ishte misafir të na. Edhe kjo është një gjë është mirë me vazhdu të ardhmen edhe ndërmjet jo veç gjatë Ramazanit, po pse mos me bë edhe një aktivitet tillë gjatë xhumave. Inshallah e kemi në plan, inshallah në realizon. Thash se ka shumë plane, ndoshta ishte më mirë me letër dhe kisha prunë dhe po ndoshta me lënë rend për herëve tjera mos e bëjmë shumë. Edhe besoj që çdo shqiptar kudo që është për shembull diaspor me këto qendrat tona fetare që i kemi, kanë festu mas miri, shifën fotot, kanë zbukuruar domthonë edhe këto faqet, portalet. Sa i përket urimeve hoxh, a është shumë e rrugës ti përshëndesim, që urojmë festën e Bajramit edhe këtu që i kemi njerëzit, jo me shku me pa, apo me përshëndet dikun përmes mesazheve, çka po thotë është se unë e shoh katër disa ankorë, thotë pse ta bëjmë përmes mesazheve kur kemi mundësi me shku me vizitu dikon edhe me a bë për hajër Bajramit. Patjetër, dhe kjo është një prej formave që e karakterizon festën e Fitër Bajramit që ja urojmë njëri tjetrit. Sot kemi pranu 10 mesazhe nga xhamatli, nga shok, nga njerëz të ndryshëm, na kanë uru dhe gjithashtu edhe ne kemi bërë të njëjtën gjë. Jo vetëm se sjell ngrohtësi, afërsi me njëri tjetrin. Po, shumicën e rasteve jetojmë edhe Bajrami i madh. Sa ditë është? Sa ditë mund festojmë të harrojmë një tjetër? 8 ditë. Po. Domethënë tash e kemi vikend, atyre që kanë punuar sot ndoshta i përshtatet nesër, mas nesër. I ka rënë shumë mirë. E xhumaja dhe 2 ditë. Sot është ditë e veçantë pra festa e Fitër Bajramit dhe në këto ditë duhet më shumë se kur me uru për mirësi, për mbarësi, për gëzim, harmoni tek çdo familje
që e feston këtë fest, por pse jo për njerëzimin mbar që këto festat na gjejnë më mirë, më rehat, pa të lashe, pa vujtje të jemi duke i parë dhe përjetu çdo ditë në vendet ndryshme të botës. Thash Zotit të sjell paqë, harmoni tek njerëzimi mbar. Mesazhi im është që gjatë Ramazanit, në qoftë se kanë qenë mbushur 100%, jashtë Ramazanit dhe vazhdojnë jo ndoshta me atë nivel se nuk ka mundësi, ajo dihet, po të paktën mos e lanë namazin, mos i lanë duat, mos i lanë aktivitetet e bamirësisë, se edhe shumë aktivitete bamirësie ka pas edhe gjatë muajit Ramazanit nga sektori motrave muslimane, da vazhdojnë edhe ajo është një punë e mirë, edhe kjo është ajo mesazhi kryesor që duhet ta vazhdojnë, mos ndalen, mos ndërpriten aty për aty. Mos e përmende, do më thonë mos mund dalë, atëhere në 26 maj vjen Kurban Bajrami. Që shpeshot datën në këtu. 3 muaj, do më thonë, peshovën e datën, kështu që pregatituni, do më thonë, kursenin do pare, edhe se Kurban Bajrami është pak maj shtrejtë se Fitr Bajrami, po ma mërmenja. Dallimi mes fitrave dhe kurbanit, po, kurbani është më i shtrejtë se fitrave. Jo që ka mirë se neve edhe ashtu e kemi para po hoxh me përfundu vitin shkollor, kështu që po lidh ka mirë për çat fest mi bot 2 sene për një herë. Qofse se nuk du edhe shumë t'i ceki, se ti përmend gjitha ashtu po. Mi përmend krejt se e kemi para pa krijesia që duhet me bën ndoshta një piknik në fund përfundimit vitit shkollor, edhe me rastin e Kurban Bajramit. Po. E kemi pas plan edhe 2 vitet e para, e dini dhe ju më tush për shkak i kohës motit, e është dash që ditë ose një ditë para da anulojmë krejt, po me shpresë te Zoti inshallah këtë vit mbaje koha, kështu që da festojmë edhe dhe ma mirë, da festojmë alush. Normal, edhe 3 muaj, do me thonë, jo edhe 3 muaj, po edhe shumë pak, edhe 2 muaj gati. 2 muaj pak, pa. Kështu që pregatituni, edhe kurseni pak të pare, se edhe bone një njeti është e jotja, e kërkujna tjetër. Me të vërtet kënaqësi e madhe, pra ta përfundojmë këtë projekt të Ramazanit, që është me bajrame me gjitha ato, sot ishte xhamia përplot e mbushte, dhe do me thonë në 2 kate, kemi pa dhe njerëz që kanë ardhur për herë të parë, ndoshta se kanë dëgju për vitit të kaluar, e me siguri se vitin tjetër vinë edhe ata tjerë që se kanë dëgju. Kështu që është shumë mirë, është mirë me pa njëri tjetrin, me urru njëri tjetrin, edhe sikur se edhe vetë Hoxha Berat tha sot që ta dojmë njëri tjetrin, ta respektojmë njëri tjetrin, edhe nuk është e komplikune kjo, çfarë do të thonë është çajo, edhe pastaj paqja, bëmirësia dhe gjitha ato vini mas asajna. Kur nuk e respektojmë njëri tjetrin, nuk e dojmë njëri tjetrin, atëherë është pak më vështirë me ardhur deri te ajo paqja ose ajo liria që sot në këtë botë që është shumë hallakom, po na vjen, do të thonë që ajo më e mira, që është paqe edhe respekt njëri tjetrit. Unë për veti sot jam kon shumë i kënaqur, megjithëse edhe nuk kam marrë dhurata me turp që ti përmende veç fëmijët, po edhe mua më kanë jep dhurata. Unë falenderoj shumë. Tash edhe ka pasur për të rritur, po fëmijët e kanë shumë më mirë, po. Po tash dikush është hala fëmijë, kështu që unë falenderoj shumë për dhuratat, edhe me siguri se do të shihemi edhe herën tjetër, do ta bëjmë një program më tjetër me musafir që do të vinë këtu nga troje shqiptare, tash kush është le ti përcjellin faqet e Çikshit. Shumë e rëndësishme pra me përcjell faqen e Çikshit, Çikshit.no ose në Facebook, në Instagram, në krejt portalet, në mjetet sociale, edhe aty informoni sa më shumë, do të thonë për shumë sene, për aktivitete, për po pra se ka dhe mundësit informatave teknike, derisa ne jemi me shpirtu edhe ka shumica e rasteve ndikush ndron jetë, nga kjo dhe tash jemi në gjeneratën e tretë, edhe gjeneratës parë po na plakën, po na largohen nga kjo jetë, kështu që është mirë ata që dëshirojnë të bëhen antar, që s'kan qenë antar, ndoshta kur me një qendër fetare dhe që dëshirojnë ndoshta të kryet një ceremoni varrimi në vendlindje, është mirë që ti lexoni gjitha informatat edhe që i sjell kjo qendër, edhe që i ka në rrjetet sociale. Kështu që mos hezitoni, është një kryesi me përplot gjemtëri edhe domethënë që din t'i bëjnë punë më së miri, të mirë shkolluar, të arsimuar. Kënë shtet, po edhe Hoxhën Berat e kemi imam këso që ju ndihmon çdo rast, pasi që kjo xhami ka dirë të hapur për çdo secilin, edhe e ka telefonin kujdestar, po ashtu për çdo ndodhi apo rast emergjence që keni nevojë të merrni informata. Atë nuk mbetet tjetër nga ona jon, nga unë edhe Alushi ishim sonte në emision me juve. Faleminderit shumë Hoxha Berat Arshani
Po ashtu, faleminderit shumë edhe Hoxha Fatmir Shabani, kryetari i qendrës që ishi sonte. Faleminderit atëve që shfrytëzoi rastin dhe në fund të falenderojmë edhe juve për ftesën edhe këtë mundësi që na jepni. Gjithashtu i falenderoj edhe imamin, edhe hoxhollarët, gjithë hoxhollarët që i kemi pas misafir këtu. Falenderoj edhe kryesin, gjithë antarët e kryesisë edhe pa ata vetëm unë nuk mund të bëj asgjë. I falenderoj edhe gjithë antarët, gjithë xhamatin, e na dhash Zoti forcë, besim e qofshim të bashkuar çdo herë se bashkimi bën fuqi. Amin, faleminderit. Amin, faleminderit. Faleminderit. Në çdo hap, në çdo frymarrje, Radio Rind jashtë gjithmonë pranë jush, me meloditë përqafojnë shpirtin dhe tingujt që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, emëri vetëm qëndrese përbashk. Radio Rindja, zemra që ra për çdo shqip